Shtalla e re, kur është ndërtu? Kjo ndërtu me ukon, po në vitin 2025 e këna bërë sistemin e lirë, se kjo ukon në sistem vjetër, që në Sinxhirin kon lëp lidhën, tash në vitin 2025 e këna bërë sistem lirë. Sistemi lirë, a është më i avancuar, është më i mirë se i vjetër? Shumë më i mirë, shumë më i mirë. Ku po i vrejnë ju ato? Po, mësin lëp, mësin qëmë, mësin çdo sen. Ka dhe reflektim në shëndetin e gjethit? Po shumë. Disponimin, prodhimin e qumshtit? Po, gjitha i kanë më të mirë. Edhe po e shohim edhe specifikin të ndarëse të materie organike të plehut. Po, shumë ma letë është me këtë sistemin e ri, sa atëherë çdo herë dash kemë dalë dikush me ik plehen, tani me fillu mi lëp, tash s'po ka nevojë ashtu. Që lëp milën tjetër kon, plej që në tjetër kon. Kështu ky? Po, mirë ka. Po, mirë ka kështu. Tash lopë qumshtore sa janë? Gjithsej janë 30 lopë qumshtore, edhe 13 janë shtira për mirë. Mjelen është në sasia qumshtit? Sasia qumshtit ditore dikon 400 litra. A në knaqër me pagesë? Po, mirë. Me cilën kompani, me cilën Eurolore? Knaqër me bashkëpunim? Po, shumë të mështë. Paguin lekt me kohë? Po, me kohë, gjithë me kohë. Shtallën që folema është ndërtu me mjetëve tanaka, apo? Jo, grand është. Grand për ministrisë? Po, për ministrisë, rënavim. Sigurisht që është dashtë edhe participim? Po. 35 me 65? Po, Ta shtalla re, a do të thotë që është një hap për investime tjera, për shtim të fondit? Po, kësme. Po, kemi mundësi. Po, kemi. Tash flasim edhe për tokat e punës. Ferma është më pak, puna më pak kushtuse, ndihmon nëse ke tokën, a ke tokë? Kemi rreth, po, kemi rreth 15 hektare kemi tonën, po dikon gjithsej minimum 80 hektare. Me qëra? Me qëra i kemi. A kushtojnë ato? Kushtojnë. Ja vlen puna? Ja vlen. Çka mjedhin ato natyrisht në frymen e blegtorisë, mbajtjes blegtorisë edhe ato? Po, grunë edhe miste. Grunë edhe miste. Silazh? Silazh po boj. Cila atraksione ushqimore për lopë për doni? Çka u qëtë? Ju qesëm son, koncentrat edhe silazh. Edhe silazh. Shëndet i mirë? Shumë i mirë. A vjen veterinari këtu me vizitu? Po, kur ka nevojë vjen. Gjithë punoni? Gjithë punoni. Sa antarë familjes? Vetë antarë familjes.